Vaso ju keni shumë kampionate me 17 dorë në asaj kohë, po unë do t'i them Tirana. Të gjitha me 17, të gjitha me Të gjitha, Tiranën. po, të gjitha me Tiranën. Kam luajtur dhe me Partizanin për forcim lojrat e ushtrive në 63-shin, me Dinamo në 66-ën, me Shkodrën në 67-ën. Me Kombëtaren. Me Kombëtaren patjetër, me Kombëtaren kam qenë permanent që në Ballkaniat në vitit 60. Dhe pastaj në Sofia. Deri në 72-shin ka qenë gjithmonë. Pastaj deri në 72-shin. Po. Dhe keni qenë gjithashtu edhe kapiteni kombëtares. Kapiten. Keni mjaftitur. Domthonë ju në vitet që keni luajtur ju, Tirana ka marrë më duket një 6 kampionate. 6 kampionate. Derisa kam luajtur. Po, dhe kishte rivalitet midis Tiranës dhe Partizanit. Pas kësaj, kampionati fundit ka qenë 71 me kohëshin e Lan Topallit. Po, që pastaj nga mesi fushës, nga ideja që luajtëm në Kupën e Kampionave me Jugoplastikën. Sepse një vit më parë luajtëm në Kupën e Kupave me Zadarin. Me Zadarin, po. Dhe pastaj luajtëm me Jugoplastikën, që Jugoplastika ishte në kulmin atë kohë. Ekipet e Jugosllavisë.